kontrata për herë të parë Lorik Cana! Sakrificë, dhimbje e vuajtje të kthyer në forcë për të ecur përpara dhe për të bërë një idhull mbar shqiptar. 3 vitet e jetës tënde janë edhe 3 dekada historitë Kosovës, me cilën ti je shumë i lidhur. Për lotja dhe vuajtjet e shqiptarëve të Kosovës, njerëzit tek të cilët shërben jo vetëm si ambasador, por edhe si pikë referimi në ëndrrën e Bashkimit Kombëtar. Kjo është jeta e Lorik Canës, një luftëtar në fushë dhe një karakter i fortë, por në emisionin Kontrata të gazetares Sonila Meço, kapiteni i kombëtares tregoi edhe anën tjetër. Lotët i rrjedhin natyrshëm kur përmendet gjyshi i tij, profesor doktor Zekeria Cana, historiani dhe veprimtari i shquar shqiptar. Gjakova është një simbol i qëndrimit kundër çdo lloji okupatori ose padrejtësia kundër vendit tonë Shqipërisë. Jo vetëm vuajtje prej luftës, por edhe shumë mall. Pasi si mira familje kosovare, edhe familja Cana është detyruar të largohet nga vendi duke u shkëputur nga njerëzit më të dashur. Isha ardhur në Tiranë me të përqafut se ka marrë cetën malli shumë. Por me gjithë premtimin se do të takoj sa afërmi familjarët nga Prishtina, surpriza e priste pas derës. Gjyshja dhe gjyshi Lorik Canës! Vetëm për faktin që ma keni dhënë vetëm mundësinë që të rri pak me të është dhurata më e mirë që mund të më kishte bërë. Ky është Lorik Cana, i treguar ndryshe, i rrëfyer përmes njerëzve të tij më të afërt, por edhe mësuese së fillores. Mesazhi i motrave në studio ka shtuar dozën e emocioneve, ndërsa lojtari kuqezi nuk ka nguruar të jap detaje pikante nga jeta private. Kur erdhi koha martesës, kur mori vesh nusja që janë 670 të ftuar, po këta kush janë? Tha gjysa janë familje, thash, Me bashkëshorten që e ka ndjekur gjatë gjithë kozgjatjes së emisionit në studio, Loriku ka zbuluar ekskluzivisht edhe lajmin e gëzueshëm për familjen e tij të re. Lorik, ngre komën zhag, edhe me na produksi kësi djemë si ti, sepse kësi djemë i duhen shqiptarisë. Kur vjen djali? Mund të them që është rrugës, inshallah nuk bjen në ditën kur losim me Serbinë. Ky është lajm! E vërtet? E kur të bëhet kontrata e pas 30 viteve, do të vi djali Lorikut në këtë studio dhe do të thotë: unë ekzistoja të ditë që babai në nënshkruante. Eja me mua Lorik, që të realizosh ëndrrën më të madhe, Shqipëria në Europian, apo jo? Dakor? Nënshkruaj Lorik Cana! Në fund kapiteni i kombëtares firmosi edhe kontratën e tij simbolike me shqiptarët, një zotim për të zyrtarizuar prej muajit maj fondacionin e bamirësisë Lorik Cana dhe premtimi për ta kualifikuar kombëtaren për herë të parë në një eveniment madhor. Do ditë forte, do gati të luftosh! Do shihni javën e ardhshme! Te kontrata!